على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ختم طحاوي رحمة الله عليه. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلها شيء ولا ينقضهما. Haqji dhe gjihadi, dy farze prej farzeve të madhe të Allah, thot hecin, vazhdojnë me prisat e muslimanëve gjithsesi nën flamurin, nën udhëheqjen e prisave të muslimanëve. Prisave të mirë dhe prisave të këqij. Deri në ditë Kiametit. Nuk ka kush që i rënën apo i prish këtu dy parime. Nuk rënohen këtu. Ka për qëllim rahmetullahi alejhi pikës pari mi kundrështue rafidit shijat, të cilët gjihadin nuk e shofin farz vetëm nën ambrellën e prisit imamit tyre të ardhur në fund zamanit, në fund dynjas, i cili do t'jetë i pagabushëm e do t'vije një za prej qiellit, pasojeni ju atë, e atër bëhet farz gjihadi. Natyrisht, ne kemi thënë më shumë se një herë se Imam Tahaviu me akiden e vet, përpos që ka për qëllim me sqaru akiden e Ahlus Sunnetit, përballë kësaj edhe me i kundërshtue fraksionet të cilat kanë lindur më herët dhe kanë qenë edhe në atë kohë kur ka qenë Imam Tahaviu gjallë. E shijat nuk diskutohet se është një fraksion apo janë një fraksion begi me peshë dhe kanë qenë dhe vazhdojnë t'jenë, edhe disa prej parimeve të tyre janë plotësisht në kundërshtim me shariatin islam, siç është çështja e gjihadit azam. Edhe ata vetëm gjihadit që nuk e shohin me çdo njeri me luftu, por edhe gjëman nuk e shohin, çdo sen, që është tubimi i madh, e që ka nevojë për prisin e muslimanëve, nuk e shohin legjitime pa ardhjen e imamit të tyre, të cilën e presin. Çdo që tjetë, ata asnjë argument nuk e kanë për këtë, por kthehemi atë që ka është më rëndësi se gjihadi dhe haxhi vazhdojnë. E pse ka cekë bashkë gjihadin edhe haxhin? Sepse që të dyjat dohet me marrë rrugë. Namazin njeriu e fal vetëm. Me ndodh ndonjë ligë, frikë, luftë, kushte ekstreme klimatike, as gjëman nuk e falë. E falë shpejt, pa namazin prapë e falë. Dhe nuk ka nevojë për falë namazin për kërkon këtë dynja. Veç për etikadin dhe bindjen e tij, se namazi është farz, e pastaj, a qëllon burg, a qëllon liri, a në luftë, a është rob vetë krejt, aja është. Nuk e pengon në faljen e namazit. Të njëjtën gjë dhe të agjerimit. Po edhe për zeqat. Haxhi, pastaj edhe gjihadi mas andaj që nuk është për shtyllave të islamit, por është për bazave të shariatit, ka nevojë për rrugë. E rrugën udhtimin do të asigurej prisi muslimanëve. Për atë arsye,
Muslimant nuk bën me nejt pa pres. I mirë apo i keq. Më mirë i keq se sa pa të fare. Më mirë fasik dhe me thonë i prishën, cili bën harame, qoftë edhe e lejen edhe derë dhe gjakën e muslimanëve, edhe të tjerëve është më mirë qasi me pas, se sa pa të fare. Sepse ai nëse derë gjak muslimanëve, e derë disa kundërshtarëve tyre, i derë 10, 15, 50, ma pak ka ma shumë, ndërsa mas ekzistimi i tij fare apo pezëllimi i pushtetit shkakton rrëmuj dhe luftë civile që kanë njihet sot mes popullit edhe derë dhe gjak ka mundësi ka një herë dhe që shkatërrohet një popull i plot për luftrave civile. Për atë arsye dhe Imam Ibn Taymija rahmetullahi alayhi thotë, po dhe para tina, po dhe mas tina, po dhe është logjike kjo, që më mirë është me pas pushtetin e prisht. Që kemi ne? Nuk më në thuaj pushtetit që kemi ne pushtet i devotshëm, as i sinqert. Nuk më në thuaj, por me gjithate, mas në lashtë Zoti pa pushtet. Më mirë kë se sa heq, bile edhe ma ketë se kaq. Më mirë me pushtetin që ka qenë edhe në periudat e më hershme. Ku dhe qoftë? Të arabt, të muslimant, se sa më se pas pushtet fare. Më mirë ka qenë Iraku 100 herë, në kohën e Saddamit, i cili ka mbush burgjet me kundërshtarë të tij. Dhe ka vrarë shumë njerëz. Por me gjithatë kjo shumë ka pas kufi. Më mirë në kohën e tij, se sa pas kohës e tij, ku vriten grupacione e luftojnë, grupacione, fraksione, dhe nga 3-40, e 5-60, 100, ndoshta shkojnë mbrana dite, edhe atë grave fëmijë dhe pleq. Në që e kemi pa të gjithë deri në këtë kohë të fundit. Kjo është për ilustrim dhe kështu vazhdon të jetë, edhe më herët, edhe më vonë, të gjithë njerëzit. Zoti ka lënë njerëzit në qatë mënyrë dhe i ka krijuar, që kanë nevojë për një pushtet. Dhe që tjetë nuk është të tema me folë për pushtetin dhe rëndësinë e tij. Nuk është me rëndësi, nuk është për qëllim. Qëllimi më të havijut është me cekë, se ne si muslimon, kemi folë edhe më herët që besa, për vlerën e imamit dhe se kur duhet dalim prej tij, dhe se akuzojmë të dalim prej prisave të muslimanëve, ajo është ka qenë më herët, besojmë që haxhi dhe xhihadi ky është synimi i tij këto, nuk ndërpriten pse hjeket një musliman i mirë të zam kalifja e muslimanëve ka shkuar, dhe tashmë ne nuk e bëjmë as haxhin as xhihadin. Haxhi dhe xhihadi ka nevojë për rrugë, e se mos tjetë rruga e siguruar, e mbrojtur nga prisat e muslimanëve, se mos ketë dikush që i prin, shka bojnë ata? Që shkojnë në haxh? Pra të arsye ulemaja atje në jurisprudencën në shariat, të jenë në akide atje në shariat, në fik, kur kanë folur për haxhin, një prej çështjeve të cilat i kanë cekur, kanë thënë, dhe me qenë, apo prej kushteve, dhe me qenë rruga e sigurt. Me momentin që nuk është rruga sigurt, dhe rrezikohet njeriu të jetë haxhiut, dhe me thonë nuk ka pushtet, i cili e ruan rrugën, e siguron, por grupe, dalin grupacione, e për grupacioneve, njerëz ka lakmusë që le dojnë me i plaçkit haxhit, e kjo ka ndodhur kohë të gjatë dhe shumë herë, e me i friksu, ndoshta edhe me i vra, atëherë pezullohet obligimi i haxhit, edhe se kanë bërç haxhit me shku në haxh. Po të njëjtën gjallë të xhihadit, nëse nuk ka një udhëheqësi e cila e udhëheq njerëzit për xhihad, qysh për luftu njerëzit? Grupe? Pa ta grupe pastaj në mesmarrveshje si për vinë dhe kthehen dhe luftojnë njëra kundër tjetrës, qysh kemi parë në dekadat e fundit
në disa shtete islame. Pra, se do që tjetë, neve na interesën këtu se gjihad dhe haxhi vazhdojnë deri në kiamet dhe nuk i prish ardhja po shtetit keq, nuk i prish. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, dhe kemi folë për te. Më të mirët janë prisat ju, më të mirët prisan ata që i dënë dhe ju dojnë. Subhanallah, ata që i dënë dhe i dojnë. Por dhe të saluna alejhi o saluna alejkum, lutni për ta dhe lutën për juve. Gjithmonë është parime. Ku është razia, ku është dashuria, respekti ndërsjellë mes pushtetit dhe mes popullit, ka bereqet. Dhe në kundërtën, wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Ndërsa prisat më të këqij t'ju janë ata të cilët i urrejni dhe i urrejnë juve. I mallkoni ata dhe i mallkojnë juve. Këta në më të këqijt. Por megjithatë këta vazhdojnë t'jenë prisat muslimanëve. Qëllimi këtu është i hadithit. Këta vazhdojnë t'jenë prisat muslimanëve. Ani pse në të këqij, ani pse mallkon. Dhe të mallkojnë. Do me thonë, i mallkon popullin se s'do mënia i për popull, do mëni për vete dhe familjen e tij, apo rrethin e ngushtina, e që bota arabe është mbushur me asaj prisa, dhe dole në shesh një nga një, e Allah për hjek të bareke wa ta'ala. Sharon edhe më mirë pjesa tjetër e hadithit, ku Auf bin Malik al-Ashja'i transmetuesi këtij hadith thot ja Rasulullah, efela nabidhuhum min dhalik, a mos t'i vrasëm, a mos t'i mbysëm, pra, t'i vrasëm, t'i mbysëm. Jo, ka thonë alayhi salatu wassalam, ma aqamu fikum as-salah, përderisa ata e falin namazin, përderisa ata u lejojnë me fal namazin, përderisa ata u hapin mundësi me i kry obligimet fetare, po edhe vetë i kryjnë ato. Përderisa nuk të pengon në parimet e kryerjes së dinit Allahut. Nuk të pengon. Nëse hadith është edhe vetë kur e falim, po është për shoqëri islame, faktikisht. Është për shoqëri islame, ku prisat e muslimanëve falë namaz. Dhe subhanallah, me qëtë hadithe dhe me disa hadithe dhe rregulla dhe hadithe tjera që formojnë një rregull, rreth kësajna që sillet edhe rreth këtij rregulli, prisat arab, ani pse shumë prej ulemave kanë konkludua, po kanë pruve në fetfasjen që farë, si i Siris, e i Libis, e i Tunizit, e të tjerë, me gjithat ata për me tërhiq opinionin, edhe për mos me i lanë me mendu ata që na nuk falim namaz, e me i luftu, dalim dhe falim namaz para tyre. Në veçanti gjumon dhe marrën kamere që jesin televizion, çdo gjuma ku e fali prisi i ty në gjumon. Që të kanë teste kanë ata, Allahu Ta'ala alem, e din më smirti për njetet e tyre. Katë sa përset, se pastaj kem temen tjetër me dalë të besimin me latë që të e kena ma gjatë, e ma standajmë. Wallahu alem, Zotë e din më së miri, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.